27 vite zgjati martesa mes presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe deputetes Monika Kryemallി. Këtë premte në gjykatën civile të Tiranës u mbaj seanca e pajtimit në të cilën Kryemallി mungoi dhe përfaqësua vetëm nga avokati i saj mbrojtës. Ndërkohë Meta u shoqërua nga qelia në burgun 313 drejt gjykatës civile me forcat e policisë së burgjeve dhe mori pjesë në seancën që zgjati rreth një orë. Kryemallि mungoi në seancën e pajtimit pas një shkak ligjor dhe kështu gjykata e Tiranës vendosi zyrtarisht zgjidhjen e martesës. Kërkesa për divorc u depozua nga Ilir Meta më 20 qershor të vitit 2024, ndërsa prekkosh nuk jetonin më bashkë. Kryemallli dhe Meta u martuan më 28 tetor të vitit 1998 dhe janë prindër të 3 fëmijëve. Ata kanë përfaqësuar një rast të rrallë në Shqipëri, atë të një çifti me angazhim të lartë politik. Rrugtimi i tyre ka nisur kur ata ishin të rinj dhe në drejtimin e organizatës rinore socialiste Fresh, duke vjuar më pas në gjirin e familjes socialiste deri në vitin 2004, ku të dy së bashku dhe me një grup tjetër socialistësh u shkëputën duke themeluar lëvizjen socialiste për integrim. Kryemallli mbajti funksione të larta në hierarkinë e kësaj force politike, duke marrë edhe frenat e saj në dorë pasi verë në vitin 2017 Ilir Meta u zgjodh presidenti i Republikës. 2 ditë pas përfundimit të mandatit si kryetar shteti në korrik të 2022-shit, Meta rimori drejtimin e LSI-s duke ndërruar asaj edhe emrin, duke e kthyer në Partia e Lirisë.